Selam aleikum të dashur të nderuar, shikues e dëgjues të RTV Pendimi dhe mirë se takojmë të dielën e radhës me emisionin e radhës Drita së Vërtetës. Hoxhën e kemi Hoxhën Fadel, pak më mirë me shëndet elhamdulillah, dhe i dëshirojmë misifari Hoxhë, selam aleikum dhe mirë se të pruni Zoti. Mirë se gjatë, Allah shpëleft. Uroj të jesh pak më mirë, sot një javë se koxha ke pas një farë sprove të pjesës shëndetësore. Jemi tek pjesa e këshillave, Hoxhë. Me theks këshilla dhe udhëzime për të rinj dhe fjala është për juve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammat taslim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun Ta'ala e falenderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet, lavdatat, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe të gjithë ata vëllezër dhe motra kudo që janë dhe nga do që po na ndjekin me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa dyshim se të rritë dhe të rejat janë ata të cilët e bartin emanetin apo ata të cilët do të bartin mbi supet e tyre këtë trashëgimi të pasur që na ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam islamin. Dhe ne në përgjithësi jemi ata të cilët mundohemi me përhap islamin në çdo cep apo në çdo porë të jetës apo në çdo segment të jetës, dhe të gjithë ne pa marrë parasysh moshën, po mundohemi me ia dhënë hakun për hapjes së fjalës Allahu te bareke wa taala. Dhe nuk ka diçka që mund të flas besimtari musliman më mirë, nuk ka diçka që mund të pejgojës më mirë se sa mi thirr njerëzit në rrugën e Allahut, ashtu që thotë edhe Allahu Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. E kush flet më mirë se sa ai i cili da'a ila Allah, i thret njerëzit tek Allahu, punon punë të mira dhe thot unë jam prej muslimanëve. Pra nuk ka fjalë më të mira, nuk ka fjalë ma të dashurat tek Allahu, nuk ka fjalë ma të rëndësishme se sa ato fjalë të cilat i thrasin njerëzit në rrugën e Allahut, mundohen në një farforme me nxjerr prej errësirave të kësaj bote, me qit në dritën e islamit. Kështu që barra kryesore në shoqëni zakonisht mbetet dietarëve, ulemave, pastaj ata mbrapa vete kanë shumë pasues, mirë po zakonisht janë të rritë dhe të rejat ata që e bartin këtë emanet. Edhe sonte do të mundohemi disa këshilla, disa udhëzime për të gjithë besimtarët në përgjithësi, ndërsa për të rinjët dhe të rejat në veçanti. Duke ditë pra rolin, duke ditë rëndësinë dhe peshën që e kanë ata në shoqëri, atëherë sigurisht se këto këshilla ju bojnë dobi, këto udhëzime u lehtësojnë rrugën të cilën ata duhet ta ndjekin, ta pasojnë. E para, për të gjithë besimtarët përgjithësi e për të rritë të rejat në veçanti, është përkatitja me dije islame, përkatitja me dije fetare. Pra çdo i ri edhe çdo e re nëse dëshiron me qenë i suksesshëm, kudo që t'jetë, qoftë edhe në bankat e shkollës fillore, apo të mesme, apo në për universitetet të ndryshme të botës, nëse dëshirojnë me qenë suksesshëm, pikë pari duhet me njoft krijuesin. Duhet me njoft krijuesin, sepse edhe vetë Allahu Ta'ala mënyrë të prerë na drejtohet duke na thonë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahu te bareke wa taala. Pra e para me njoft krijuesin dhe duhet kuptuar se sa më shumë që e njohim krijuesin, sa më shumë e dim kush është Zoti ynë, sa më shumë i dim cilësitë e Zotit, sa më shumë i mësojmë emrat e Zotit, e kuptojmë domethënien e tyre,
çka shtohet dashuria më shumë ndaj Zotit dhe bindja ndaj Zotit, po e kemi frikë më shumë Zotit. Sepse çdo herë njeriu në këtë botë është armik i asaj që nuk e njeh. Edhe ata që flasin kundër Zotit, ose që flasin kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose që flasin kundër Kur'anit, kundër Islamit, sinqerisht po e them në esencë ata nuk e din kush është Allahu, nuk e din kush është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nuk e din kush është Kur'ani, nuk e din kush janë muslimanët e vërtet. Se sikur ta dinin, minimumi edhe nëse nuk do t'i pasojshin, çka të paktën nuk do të kundërshtojshin Zotin. Nuk do ta kundërshtojshin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Nuk do ta urrejshin Islamin edhe muslimanët, sepse prej Islamit dhe prej muslimanëve nuk ka njeri në botë që ka diçka të keqe. Kush sherrën s'ja ka pa. Vetëm se hajrin ja kanë pa Islamit edhe muslimanëve. Unë po flas për muslimanët e vërtet, për ata që praktikojnë Kur'anin dhe Sunetin, për ata që janë muslimanë që janë të nështruar, të dërzuar, jo për ata që janë shkurtpams apo për ata që janë pasues të epshit apo për ata që abuzojnë me emrin e Islamit të muslimanëve. Po flas për muslimanin e vërtet, sepse ai që është muslim, ai është i nështruar, ai është i dërzuar në tërë ato që ka thonë Allahu Teala. E ai tash ç'ka ka mundësi njëri me bo keq, kur ti je nështrum, ti je dërzum, i tërë asaj që ka lyp, tërë asaj që ka kërku Allahu te bareke wa taala. Pra e para për të rit në veçanti, por edhe për muslimanët përgjithësi është përkatitja me dije të mirëfillt, me dije fetare, me dije islame. Pra ilmi, dija e ka një peshë të veçantë tek Allahu te bareke ve taala. Nuk është ajo tema jonë që do të flasim, vetëm se mjafton fjala Allahu Teala ku thotë hel yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. A mund të krahasohen këta që dinë që kanë ilm, edhe këta që nuk dinë, që nuk kanë ilm, që nuk kanë deturi. Veç si pyetje kështu e parashton Allah dhe përgjigjen e Allahu te bareke ve taala që nuk mund të krahasohen asnjëherë. Nuk mund të krahasohen. Për ata që nuk e njohin Islamin, çdo herë akuzojnë Islamin edhe muslimanë si njerëz që e kanë pasur një fe që i kalon mbrapa. Qysh ka mundësi me të lanë Islamin mbrapa? Qysh ka mundësi me të lanë Islamin mbrapa kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kërkimi i dijes, pajisja me dije të dobishme, pajisja me dije të mirëfillt është obligim, është farz për çdo besimtar musliman edhe muslimane. Pra, çysh ka mundësi me tonë të mrapa diçka, kur slogani kryesor apo piknisja e kësaj feje është çka kërkimi i dijes apo nxitja, motivimi, shtytja për me mësua, për me marrë dije të dobishme. Allah e krahason diturinë me dritën, ndërsa paditurinë ignorancën e krahason me errësirën. A mund të krahasohen dita edhe nata, a mund të krahasohen drita edhe errësira? Nuk mund të krahasohen asnjëherë, sigurisht. Kështu që do të më pas parasysh, nëse dikush dëshiron t'i bëj mirë vetes së tij, apo familjes së tij, nëse dikush don me ia bën një shërbim Islamit edhe muslimanëve, ai le të marrë dije të dobishme. Njeriu sa më i ditur që të jetë, njeriu sa më i ditur është më i kompletuar, sa më i ditur është më i mbrojtur prej të këqijave dhe keqbërësve, sa më i ditur është më i dobishëm, sa më i ditur është më praktikues i fesë, sa më i ditur është larg nga të këqijat dhe keqbërësit, sa më i ditur larg nga haramet, sa më i ditur praktikues i urdhnave të Zotit, sa më i ditur çka promovues i të mirës dhe ndalues nga e keqja. Për me marrë dije nuk ka kushte diçka të jashtëzakonshme, po për me marrë dije të dobishme, për me të mësua Allahu ty, ato që është e nevojshme, atëherë një prej kushteve kryesore dhe me këtë mjaftojna është me paskën frikën ndaj Allahut te bareke ve taala. Pra me qenë me
zemra me çka, me devotshmëri, me qenë besimtari i devotshëm. Për ata Allahu te bareke ve taala thotë: "Wattaqullah wa yuallimukumullah." Bëhuni ju të devotshëm. Keni frikë Allahun, çka ndodh? Wa yuallimukumullah. Allahu ju mëson juve. Ilmin Allahu juve ja jep. Ilmin Allahu juve ja jep. Për ata nuk ka mundësi njeriu me marr dijen e dobishme, dijen e Allahut, nëse se nuk është i devotshëm, nëse se nuk është mukhlis, nuk është i sinqert. Thot dikush, po filoni ka kryer shkollën e filon, o shkollën e kryen krejt, po dijen s'mund e marrin krejt. Shkollën plot e kryen, sepse universitete private në vend, në jashtë vendit, në prendim, në lidhje ku dush, sot nuk ka far problemi me u pajis me një diplomë. Sikur të na që, po, sikur të na që shkatash kolegje, universitete private që është i ki edhe në linjën e mesme, edhe në linjën e largët. Nuk ka problem. Po edhe në për universitete islamike që janë të një ora, që janë universitete me renome, edhe ato mundesh ndoshta me krye. A mua e ke marr dijen, e ke marr diplomen. Kush e synon diplomen, e merr diplomen dhe s'ka dije. Kush e synon dijen, e merr dijen, mrapa i vjen edhe kush? Edhe diploma. Për ata në momentin e parë që është kamën për shtëpisë me bismillah me kërkue dijen e dobishme, dijen islame, qëllimi jot çka është? Me largue errësirën, me largu terrin, edhe çka me dal në dritë. Pra qëllimi është me marr dijen për hatër të Allahut, që me atë dije me adhuru Allahun, me atë dije me kuptue çka është halal dhe harami, dhe me atë dije me punue. Edhe me atë dije me i thirr njerëzit në rrugën e Allahut te bareke ve taala. Dhe kush niset për me marr dijen e dobishme, prej momentit kur del për shtëpisë me kamën e djathtë me bismillah, e deri kur të kthehet tek dera e shtëpisë, ajo është në rrugën e Allahut. Ajo është në rrugën e Allahut te bareke ve taala, dhe prej atij momenti që ka dalë, për me u pajis me dije të dobishme, me lajket, engjujt, luten për ato që është talibul ilm, për ato që është kërkues i dijes së dobishme. Nëse është kërkues i diplomës, atëherë e merr diplomën për dynja, ka mundësi. Po, ka mundësi ja sheh hajrin për dynja, se merr ndaj pozit, merr ndaj pa ku ta dione, mirë po nuk e ka arrit atë që ka synue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato që synon Kur'ani, atë dijen e dobishme. Ato që na ka mësua Allahu edhe me u lut në Kur'an. Kërku nuk e gjen te o Zot, bënëm me autoritet, nuk gjen ndonjë lutje o Zot, bënëm me fam, bënëm kështu, bënëm ashtu. Ama o Zot, shtoma dijen, po e gjen, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e gjejmë atë. Pastaj pas dijes së fesë që do të me marë, kjo nuk do më thotë që pa tjetër me u bo hoxh. Kjo nuk do thotë pa tjetër me u bo hoxh. Absolutisht. Se s'ka nevojë edhe krejt ashtë me shku me këtë shkollën për hoxh, kur na kemi nevojë për mjekë, kemi nevojë për inxhinierë, kemi nevojë për arkitekte, kemi nevojë për ekonomiste, për juriste, kemi nevojë për të gjitha drejtimet. Po të gjitha fushat, të gjitha elemit do të me i pasë njerëz të shkolluar. Mirë po, secili prej tyre do të me pas dije e cila e çon tek kush, tek Zoti. Dije e cila e largon prej haramit, edhe e çon ka halali. Se shumica e harameve që bëhen sot prej muslimanëve, shumica e harameve të cilat i bojnë muslimanët, i bojnë për shkak të mos dijes, për shkak të mos njohjes së rrezikut apo pasojave. Se sikur ta dini njerëzit, çfarë rreziku ka, po e marrëm një shembull, ku dush. Pijet alkoolike që janë përhapshëm. Sikur ta dini njerëzit, sikur ta dini besimtarët musliman të cilët e konsumojnë dhe i thojnë vetit musliman, çfarë rreziku ka për individin, për familjen, për shoqërinë, alkooli dhe promovimi i tij asnjëherë jo ngoj, po as në qytet nuk e kishin futur nëpër lokale, nëpër qendra tregtare. A nuk mjafton me kuptu që alkooli është piknisja e çdo të keqeje. Baza e së keqes fillon prej aty. Alkooli është nëna e të gjitha të këqijave. Dhe nuk prodhon diçka mirë, absolutisht. Vetëm se, çka prodhon vetëm se ato që është e keqe.
Andaj besimtari musliman, e sidomos të rritë dhe të reja, do të me pas dije me të cilën ata e adhurojnë Allahun te bareke ve taala. E pas dije që ja mundson atyre me njoft Zotin e tyre çfarë Zoti kanë. Nuk mjafton me thonë veç e besoj Zotin e besoj Allahun. Çysh është Allahu, kush është Allahu, çfarë cilësish ka Allahu, çfarë emrash ka Allahu, nuk e din asnjë hiç. Por ata dhe nuk e don pastaj shumë. Se sa më shumë që e njeh, çka e don më shumë. Sa më shumë që e njeh krijuesin, ja ki frikën më shumë. Sa më shumë që e njeh krijuesin, shpreson shpërblimet e një pasnjëshme. Sa më shumë që e njeh krijuesin Allahun Teala, çka e shpreson edhe kon xhenetin. Se e din që një Zot i cili përfshin me mëshirën e tij çdo gjë, nuk djeg ti zjarr xhenemit. Nëse ti pretendon se e don dhe je i dashur i tina, ku ke pa i dashuri me djeg të dashurin? Nuk ka kjo kështu kërkon. Ku ke pa i gjithë mëshirshmi që përfshin mëshira e tij çdo gjë me dënue kanë të dashurin e tij, robën e tij. Jo, s'ka kështu. Sa ma pak me njoft krijuesin, sa ma pak me pas dije në raport me Zotin, atëherë je ma larg, ki dashni ma pak, ja ke frikën ma pak, i kryen urdhrat e Zotit ma pak, e kështu me radhë. Pra, e para prej këshillave që du ta kem parasysh të gjithë ne në përgjithësi e të rritë të reja në çanti është dija fetare, dija islame, e cila u mëson çka është e mira dhe çka është e keqja, çka është halali edhe çka është harami, se s'lypet ku me ditë çfarë dije me pas të veçantë. E dyta prej këshillave për të gjithë ne, po në përgjithësi të gjithë ne, po në veçanti për të rritë të rejat, është që gjatë jetës së tyre të rritë dhe të rejat do të me pas projekt në rinin e tyre në fillimisht, e pastaj edhe ma vonë atë projekt dhe me promovue, me përhap, është me i thirë njerëzit në rrugën e Allahut, sa është dijen e kanë. Din me i tregu kush është Zoti, din me i tregu kush janë me lajket, din me i tregu kush janë librat, kush janë pejgamberët, si është dita e gjykimit, çka është kadaja, kaderi, caktimi, determinimi Allahut te bareke ve taala, e din çka është shahadeti, e din ato shtyllat e fesë, namazin, zakatin, agjerimin, haxhin, e din çka është Kurani, e din çka është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kështu me radhë. Pra çka me i thirr njerëzit. Andaj i lus të rritë dhe të rejat që të thrasin dhe të mos ndalen duke thirrur ata të cilëve ua duan të mirën. Atyre të cilëve ua duan të mirën të thrasin ku në besim në Zotin, nëse janë jo besimtar, nëse janë besimtar të thrasin në praktikim të fesë së tyre, sepse Allahu Teala thot: "Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Le të jetë prej mesit tuaj dikush që thret në khajr. Në el khajr është mirësi. Mirësi, kanë thonë dietarët islam, është çka besimin në Zotin ja. Nuk ka më mirësi se sa me thirr në la ilaha illallah në besim në Zotin ja. Pra le të jetë dikush prej jush, prej kujt, prej neve muslimanëve, që i thret njerëzit në mirësi, në la ilaha illallah. Pastaj çka? Me i thirr aty, me i urdhënue në të mirë, me i këshillue, me i udhëzu ka e mira, dhe me i ndalu kur i shohëm në të keqen, me i ndalu nga e keqja, me i tregu për pasojat e të këqijave, me i tregu për pasojat e aty në punëve të këqija që ata i bojnë apo ata i promovojnë. Edhe çka këta pra që thrasin në mirësim besim në Zotin, urdhojnë në të mirë, ndalojnë nga e keqja, Allah thot, këta janë ata të shpëtuarit. Këta janë ata të shpëtuarit, Allahu na boft neve edhe juve prej e tyre. Dhe do të me kuptue se thirrja e njerëzve në rrugën e Allahut dhe mësimi i fesë, nëse mësojmë fe njerëzve, kjo është një farforme zakati i ilmit, i dijes. Se çdo sen e ka zakatin e vet.
Are ka zakatin e vet, argjendi ka zakatin e vet, parja ka zakatin e vet, ato dzehet, ato kafshët, gjitha këto, mos më përmend gjitha, e kanë atë zakatin e vet, që do të me dhonë. Ndërsa zakati i dijes që ta ka dhonë Allahu, sa do pak qoftë ajo, a është me dhonë para, me dhonë diçka për të, jo. Për shka me mësu të tjerëve, me përhap, me i thirë njerëzit në ato. Ato që din me mësu të tjerëve. Është mirë njeri mos me vdek, mos me dalë prej kësaj bote, pa ja mësu të tjerëve ato që din vetë. Sepse ka shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka prej sahabeve, që disa hadithe i kanë rujt deri ka pleqëria. Nuk i kanë treguar. Mirë po në fund që kanë thonë, po friksohena me shku tek Zoti me pasun e diçka që tjerë nuk e kanë. Sepse ti sa ma shumë e përhap dijen, sa ma shumë i thret njerëzit rrugën Allahut, Allahu ty çka ta shton dijen edhe ma shumë. Vetëm dy gjana janë që duke i dhënë të tjerëve, vetëm dy gjana janë që duke i dhënë të tjerëve, ty ato të shtohen. E para, diturin. Sa ma shumë u ep njerëzve dijen që ki vetë, Zoti ta shton ti. Harxhohet, jes harxhohet kur. Edhe e dyta, zakatin, zakatin apo sadakan. Sa ma shumë e dhon, a paksohet pasunia, a shtohet. Se nuk është aty më të kompenzu një me një dhe me thonë porrin që të stabile, që ndrushme porrin pasunia, jo. Si t'jepsh, starti është 10, a mo shka ka 70 edhe përfundon të 700. Minimumi kjo është. Pastaj dikujt Allahu Teala i jep pasuni si kompenzim të asaj që ka shpenzuar pa hesab, pa llogari hiç. Nuk ka llogari që me thonë, tash me kaq po përfundon, Zoti din sa e shton. Prandaj nëse ti thret njerëzit në rrugën e Allahu Teala, do të me ditë se nuk ka pasuni më të madhe në këtë botë, me thonë Zoti që merr çka dush, pra, se po ta dhoni shpërblim, se sa me të shpërbly Zoti, me të nderu Zoti, ti me u bë shkaktar e një njeri me besu Allahun përmes udhëzimeve, përmes këshillave, përmes dijes tonë. Nuk ka pasuri, as arja, as argjend me dhon Zoti, nuk është më e vlefshme, nuk ka pasuri më e madhe se sa ti me u bë shkaktar një njeri me qit kokën sejdë. Me përul Allah, me ranë sejdë, me falë namazin, e kam për qëllim. Nuk ka pasuri më e madhe se sa një njeri me fillu me dhon zakatin për shkak të këshillave, udhëzimeve, mësimeve që ti ja ke dhënë. Nuk ka pasuri më e madhe se sa një njeri me krye në adhurim që është një herë në jetë, obligim që është haxhi. E ti e bosh shkaktar me shku në haxh. Për ata çdo herë po ju them edhe në xhami, edhe në familje, edhe në shoqni, o vllazni, o i mota, ju që keni mundësi me shkoni, sa për shef këtu në kryeqytet në Prishtinë, na jemi tash në fund të 2025-s, e tash, kush dëshiron me shku në haxh për 26-ën, nuk ka mundësi. Kush dëshiron me shku për 27-ën, nuk ka mundësi, se mbush numri. E që do të me bo? A kena jetë pastaj në, subhanallah. E tash për 2028-ën. 3 vjetë. Bile kam informacione që janë regjistruar një 50 apo 100 për 2028-ën. E na kur po flasëm, njerëz po mendojnë që është interesin ton, po çka po më hirmu në xhep kështu materialisht për shembull. Ose në autoritet ose në pozitë, shkon të kryen haxhin për vete. A mo me u bose be po ne, që ti me kry haxhin, pastaj këto është një interes jemi. Këto është një interes jemi, sidomos kur do dalin para Allahut te bareke ve teala. Ose sa të rritet rejet nuk agjerojnë, që nuk e din vlerën e agjerimit. Po pse s'pe thret Allah? Therën agjerim, e pja një ofertë. Ofertë në Ramazanit, tash kemi edhe 2 muaj, ma pak se 2 muaj deri në Ramazan. Se cili ku është aty në punë? Sidomos të rritet dhe rejet me njëri tjetrin që shoqërohen, apo kjo shoqëria që është virtuale, shoqëria në rrjetet sociale. Thirr njerëzit rrugën e Allahut te bareke ve teala. Pra, kjo është këshilla e dytë apo udhëzimi i dytë që do ta ndjekin të rritet dhe të rejat në veçanti, po edhe ne në përgjithësi. E treta që do të pas shumë herë parasysh, e treta është me pas durim nga shqetësimet, nga provokimet,
nga refuzimet e njerëzve. Pra, ti nëse i thret njerëzit, ti nëse flet mirë, ti nëse urdhon për mirë, ti nëse ndalon nga e keqja, kemi pas kundërshtartë, përkatito të këto. Pse? Që shto është ligji i Zotit. Edhe pse për mirë besi. Po, ti për mirë i thret, edhe del dikush kundërshton, dikush të etiketon, dikush nënçmon, dikush sulmon verbalisht, dikush sulmon edhe fizikisht. I pengon e vërtet. Po, më nësh edhe me u prangos me të shtjellë dhe në burg. Po, i kanë shtjellë zëllat në për burgje, gjenerat ma gjenerate. Para komunizmit, komunizme, pas komunizmit, demokracie, para lufte, pas lufte, që shështë rastin 2014 nëse të ka bëj, kur disa prej xhallarëve më eminent, ma punëtor që janë, u prangosën, u burgosën, një kohë, pastaj ajo është ditë hiç pa i futur atje që janë të pavajshëm, u liruan të pavajshëm, as që kërkuan falje publikisht, as se nuk e bënën kështu shumë, domethënë lirimin e tyre nuk e bënën shumë mediatik, që e bënën sikur arrestimin e tyre kështu me radhë. Pra, do të me pas parasysh që në rrugën e thirrjes së njerëzve, në rrugën e përhapjes së dijes së dobishme, ka pengesa, se kjo është rrugë e pejgamberëve. Për ata Waraqatu ibn Naufal, jafërmi i Khadijës, gruas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte një prift që punonte me Injilin, që kishte mbeta Injili më i pastër, më i pandryshueshëm. Kur u plakaj shumë, u paraqit Muhamedi alayhis salam, edhe janë shpallja. Kur shkoi Khadija me i marr disa mësime, disa udhëzime se si me veprue. E dini çka tha Waraqa? I tha, oj Khadija, sikur ti tha, i ri. Pse? Tha, me përkra, kur ta dëbojnë, kur ta përzanë, kur ta largojnë prej Mekës. Vetë profetin, subhanallah. Po, i tha jo, e pse Waraqa tha? Çka po bën? Kështu tha ligji i Zotit, që pejgambert i kanë maltretuar, i kanë nënçmuar, ka pas rastet e Beni Israilit, i kanë mbyte, i kanë dhunu fizikisht apo psiqikisht, e kanë ushtruar dhunë kështu. E tash për çka po flasim këto këshillën e tretë? Çka me bot dorim, kur njerëzit bojnë ty keq. Luqmani alayhis salam i tha birit të tij, ja bunay aqimis salah. O biri im, tha, falë namazin. Wa'mur bil ma'ruf, edhe urdhëron të mirë, wanha 'anil munkar, edhe ndalo nga e keqja. Wasbir ala ma asabak, edhe bën sabër, tha. Bën sabër ndaj atyne sprovave, ndaj atyne goditjeve që kanë me të ardhur ty, inna dhalika min azmi al-umur, sepse kjo vërtet është nga punët më madhështore, nga punët më të mëdha, nga punët më të rëndësishme. Që do të thot, Luqmani, kush e lexon surën Luqmani, keni të përkthyem edhe shqip edhe me komente kanë bë, hoxhallarë të nderuar, Allah i shpërbleft, e shifni aty sa këshilla të arta i ka dhënë birit të tij. Amo ja bune jo birim, nuk ka qëllim veç biri Luqmanit, po dhe biri im, biri jote, bia ime, bia jote. Pra me marr këto udhëzime. Pra çka falë namazin, urdhën të mirë, ndalën nga e keqja, mirë po bën edhe durim, bën sabër. Bën sabër se nuk rruga e davetit, e thirrjes së njerëzve, thirrjes në të mirën, ndalimin nga e keqja, në të vërtetën, me i thirr njerëzit, nuk do të thotë që është rrugë e shtruar me atë qëllimin e kuq edhe me ata trandafilat e bardhë. Mirë po çka kime pas edhe kundërshtar, kime pas edhe të atill që të refuzojnë. Tjetër, kur jemi të sprovat, çdo herë kur njeriu del, edhe mundohet haptas me i thirr njerëzit rrugën e Zotit, çdo herë janë ata xhelozët. Çdo herë janë ata të paditurit, ignorantët që ngrin kokën, po kush ka neve me na tregu se s'pe dimna. Kështu ja kanë bëu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kush ka Muhamedi neve me na tregua. Na shton Mekë jena. A më interesat edhe mas 1500 vete të njëjtë të cilje i kanë disa njerëz. Runa Zot për sherrët e tyre. Amen. Nëse del ti bën një të keqe, runa Zot të promovon të keqe, në kujt din nuk i pengon kur fort problemi. S'është.
Edhe pse po përhapet e keqja në popullin. Momentin që del, i fton në rrugën e drejtë, mundohesh me i largu, me ndalu nga e keqja, kush jeti me na mëson neve, na jena të vetëdijshëm, pse po na nënçmon neve inteligjencën, na kena kryer shkollë. More ti ke kryer shkollë, po çaja shkolla, çaja dija që ke marrë ty, nuk po ta mëson ty çka është e mira, çka është e keqja. Nuk po ta mëson çka është halal dhe çka është harami. Për ata sot njerëzit të shkolluar, runa zot ushtrojnë dhunë ndaj gruas, apo gruaja ndaj burrit, ushtrojnë dhunë ndaj prindërve, ushtrojnë dhunë ndaj të tjerëve, sidomos dhuna psikologjike tash veç është përhap me të madhe, po edhe dhuna fizike s'po ja lëshon rrugën, edhe fatkeqësisht po shkojnë krahas njëra me tjetrën. Pastaj kur ti udhënosh familjarët ose i këshillon për namaz, do të më qëndrue. Me qëndrue, mas pari me janis për familjes. Se në familje bosh kanë herë i tepër, apo bosh monoton i mërzitshëm, thonë që kjo. Dhe djena të regej për namazin e sot. Allah Ta'ala apo thëtë, wa'mur ehleke bis salati, wastabir alejha. Urdhno familjen tonë dhe me namaz, amo edhe ti, fale, qëndra të edhe dëra. Pse me qëndruhe? Pse kime pas kundërshtarë? Që kanë me ta, shme thonë, me ta lodh kokën me fjalë, edhe që kanë me demotivu, me ta hup motivin, me ta hup vullnetin për punë të mira, prej çka, prej gjelit, prej ignorancës që e kanë, se e prej që din. Amo ti qëndron në namaz, mas pare vetë e fal, i thirr të tjerët, edhe ti qëndron këtu, nuk ka nevojë tash ti me u lohat, po çka do të më qenë stabil, do të më qenë i qëndrueshëm në ato që po thret. E katërta pikëqëlla për të rritë edhe të rejat, edhe për të gjithë në përgjithësi, është shoqërimi me dietar të dëshmuar, me dietar të vërtet, me dietar të cilët e thojnë të vërtetën dhe syni vërt nuk i bën çështë të popull. E thojnë ajo çka është e bardhë, ajo që është e zezë, dhe shoqërimi me dietar. Shoqërimi me dietar, çka? Është shenjë që ti po e dën kanë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Është shenjë që ti po e dën kanë atë kopshtin e kujt, kopshtin e devotshmërisë, ato mezliset e dhikrit. Sepse pejgambert kanë vdek, e kush e ka trashëgue atë misionin e tyre, e kanë trashëgue dietarët. El ulema warathatul anbiya, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ulemaja janë dietarët, janë trashëgimtarët e pejgamberve. Wa inna al-anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama, walakin warathu al-ilm. E pejgambert nuk kanë lënë trashëgimi as dinar as dirham, as are as argjend, por kanë lënë kanë. E kanë lënë dijen, diturin. Kështu që njeriu nuk bën me kalu të një jetën pa pas hoxhallar të cilët i dëgjon, të cilët i shoqëron nderset e tyre, edhe çka përfiton prej tyre. Imam el-Bukhariu, që e njeh një botë sot, e di sa dietari ka pas që ka marrë dijen? 4.000. Para mendoje, 4.000. 4.000 me shejkh. Dietari ka pas prej të cilët ka marrë dije. Dikun ma pak e dikun ma shumë. E 34 s'mënët me i bo. Me i thonë, të regëmi 4 dietar ose hoxhallar që janë në skenë këto, skenën e davetit, që kanë ligjërata, që janë aktiv, valla 4 e veç 1. Edhe sa ma pak që i dëgjën, i e qka? I kufizum. I e ma i kufizum, i e ma shkurt pamës. Kush e mendon fen me një liber, ai nuk e një fen, kush e mendon dijen, apo dietarët me një shejkh, me një dietar, me një hoxh, se një fen fare, absolutisht, ase ka marrë vesh halabile. Niset me një, që të mësën për shembull Kur'anin, të ne ka lënë të ajtjetisht të mësën hadithin, të ne ka lënë të ajtjetisht të mësën tefsirin, të ne ajtjetisht të mësën trashëgimin, ajtjetisht të mësën ato tjetrën, të nga dalë, zgjenën, po, se sa ma shumë, dia është edhe me e madhe, edhe e kupton që nuk lidhet kjo fe me një person, se kim do shkurt pamsa, që ty bistik faruna zët, e boj një hoqë si kur të shajt, 2 nuk ka për ta. Këtë gabim janë tjerë. Po, edhe ka raste këtu që disa pej pa dijes pej ignorancës edhe xhamon nuk me falin. Se po thonë s'ki ku me fal xhamon Kosovë.
Po janë pak, po nuk janë shumë. Shqyr që janë pak, inshallah kthejnë ka kibla ata. Inshallah Allah ju udhëzon, i drejton. Andaj pra, me u shoshnu me ulema, me prezentu në derset e tyne, është me marë trashëgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ai nuk kalon trashëgimi ari argjend që me shkuna me marë, po e kalon ditorin e përhapin kush dietarët, pra me u shoshruhe me dietarët të cilët e flasin të vërtetën, edhe haptas haramit të thujnë haram, halalit halal, edhe syni nuk e trembet absolutisht. Po, a pranojnë, a se pranojnë, a pëlqej, a se pëlqej. Edhe këshilla e pestë, dhe me të përfundojmë inshallah, me qenë fleksibil, me qenë zëmërgjan, mi u bind urnave të Zotit, pa kundërshtu dhe pa pyet për tepër, pse Zoti na ka urdhëruar me fal sabajin herët, pse ashtu është mirë me fal. Veç pse është mirë për neve, na ka urdhëruar. Ato veç 2 recate obligimi ki bile. Para me në vere se prish gjumin në 04:30, sa kemi fal, 2 recate se në 2 fars, ose veç 2 fars. Po dikush i kish dhonë, nështë ku me ditë sa pare, veç që ato 2 recate me fal ka ora 08, 09. Kur ishte Ose i kish thonë zotë qeti, po i na i bën 4 qëtë herë, po unë i fali 10, 15, a mo që atër kanë 8, 9, ja. Veç në kohën e duhur. Veç kohën kur e ka caktu Allahu te barek. E pse një muj ditë agjerim, pse që ashtu është e nevojshme për neve, për shpirtin ton, për zemrën ton, për trupin ton, është një muj agjerim i nevojshëm brenda vitit. E pse se la 3 javë ose 5 javë? Jo, as 3 javë, as 5 javë, as 10 javë. Vetëm ato që janë caktuar. Andaj çka besimtarët me pas zemrën e gjon, edhe me u bind urdhnave të Zotit, edhe çka me u largue prej atyne që i ka ndalu Allahu. Je me pyet, e pse marihana, e pse hashishi, mashishja e tjetra u ndalun? O e ndalume o kri muhabet, e pse bira e ndalume? E pse kjo e ndalume, bigjozi? E pse kjo kështu, e pse, çka ki me pyet? Veç këri pasorët, Te si ri, si e re, si te paj që është urdhen, thuj amin. Si te paj që është ndales, thuj amin, largove dhe, pa. Pse këtu janë qarta, el halalu bejjinun, wal haramu bejjinun. Qështu ka në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Halali është i qartë, edhe harami është i qartë. E në mes tyne ka dhe gjëra të dyshimta që duhet edhe prej atyne me u largue. Këto janë 5 këshillat më kryesore që duhet me përcjell në një besimtar musliman, sidomos të rritë edhe të reja, këto duhet i kenë parasysh, po pse jo edhe ne që kemi kaluar moshën e rinis, këto këshillat duhet t'i marrim edhe të shoqërohemi me to, sepse na lehtësojnë jetën edhe na ndihmojnë me qenë të suksesshëm në raport me vetveten mas pari, pastaj të suksesshëm edhe në familje, po edhe të suksesshëm edhe në raport me krijuesin, me Allahun te bareke ve taala. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft. Këto këshilla, këto udhëzime me i praktikue, Allahu na mundsoft edhe na lehtësoft. Amen. Allah shpëblef. Ne do të kthehemi pas një pauzë të shkurtër, qëndroni me ne, ne kthehemi me pjesën e dytë, pjesën kontaktuese. Mirëmbëjtje deri pas takimit tonë të radhës, pra pas reklamës.